Shqipërinë ta përfaqësojë shodra elektronike, këngë e cila ka marrë vëmendjen e të gjithëve për shkak të zhanrit të veçantë dhe performancës shumë të veçantë. E për të diskutuar në lidhje me këtë temë, ne në studio kemi kolegun tonë Albert Limanin. Përshëndetje Albert. Përshëndetje, faleminderit shumë. Ndërkohë, në Basel të Zvicrës kemi po ashtu një koleg tonin, në cilin nga afër besoj ka nderin ta përcjell Eurovisionin, Erdi Tajeci. Përshëndetje. Përshëndetje. Erdi, po e du me njës bisedën me ty, cili është disponimi në Basel? Në Basel koha është shumë mirë, koha është me diell, dje kemi shqitit dhe kur ishim periuda e provave, por gjithsesi sot është një kohë shumë e mirë. Fansat janë gati për semifinalen e parë, për gjysmëfinalen e parë, ku dhe Shqipëria është pjesë. Gjithçka gati, unë jam në një arenë tjetër që ndodhet që mbahen preskonferencat me artistat e ndryshëm dhe në mbrëmje do të jem në sallë me flamurin shpresoj të Kosovës në të na lejojë. Erdhi si shkuan provat të mbrëm, cili ishte reagimi sa i përket provave të cilat i mbajtje dhe shodra elektronike, cilat janë komentet e njerëzve sa i përket kësaj performance, çka pritet, a mund të themi të bëjmë një farë matje deri tash se ku mund të arrijë Shqipëria? Provat ishin shumë të mira, skena, do të thonë kënga ishte përkthyer në atë skenike, le të themi, shumë në mënyrë më të mirë të mundshme. Kemi ngjyrat tonë kombëtare, kuqezi, kemi ngjyrën e bardhë, kemi një kontrast shumë të bukur mes kolës dhe beas. Bea ka tingëlluar shumë mirë, gjithçka është dëgjuar shumë mirë, domethënë nga ana e publikut. Publiku e ka përqyer jashtëmase performancën e beas dhe të kolës të Shqipërisë në këtë rast. Madje kam pas edhe kolega zëtarë dhe fansat që ishin, do të them, as dolim nga aty që ishim në Euroclub, që shumë prej tyre më dalën dhe më thanë që është koha për Shqipërinë që ta fitoj festivalin. Pra, kemi një momentum të mirë, është këngë pëlqyer nga fansat, është pëlqyer prova, është pëlqyer gjithë performanca, tash thjesht mbetet gjithçka në dorën e publikut të asaj jurisë profesionale. Albert, çka ka bë kaq të veçantë dhe kaq të pëlqyeshme muzikën e shkodrës elektronike? Këndojnë shqip, kanë tipare shumë shqiptare, themi edhe teksti ka diçka që t'jep më shumë edhe këtë vibe-in e nacionalitetit. Paka shumë i përmendet disa prej faktorëve që kanë bërë këngën e Shqipërisë këtë vit shumë të veçantë, mendoj që është jashtëzakonisht një grup shumë unik, i cili këtë vit mungon në garën e Eurovisionit. Shkodra elektronike, do me thonë, është që nuk ka dalë nga zhanri të cilën e bën vazhdimisht, pra edhe kur nuk është në Eurovision. Mendoj që kjo e bën shumë të veçantë, për shkak se është një grup i cili ka zgjedhur elemente shumë interesante shqiptare, siç e përmendi edhe Erdi, jo vetëm kënga që është në gjuhën shqipe dhe pastaj edhe veshja e këngëtarës që përfaqëson një kulturë të jashtëzakonshme tonën, por ata kanë zgjedhur që në skenë të dalin në mënyrë kështu, ta them, më patriotike, me ngjyrat kuqezi dhe me atë kështjellën e Shkodrës të cila është në skenën e Eurovisionit. Po ndalemi tek veshja dje, tek provat të cilat janë realizuar një natë para se të mbahet gjysmëfinalja e parë e Eurovisionit. Jam pyetur artistët se çka po mendoni aktualisht, edhe Beatrice u përgjigj që po mendoj rreth ushqimit, por edhe rreth veshjes time. Po më duket që jam pak e tepruar me këtë veshje, ndoshta e kam tepruar me shumë detaje, me shumë elemente, sepse e pam realisht një veshje e cila përfaqëson shumë mirë traditën shqiptare. Nuk e di se si ndihet ajo në skenë atë veshje, po ajo ka zgjedhur që me veshjen e saj të prezantoj paka shumë kështjellën e Rozafës ose legjendën e Rozafës. Kështu që veshja e saj është bërë nga nëna e saj, ka pasur mundësi ndoshta të bëj veshjen më të mirë dhe më ku ajo do ndihej shumë më rehat dhe besoj që do të ndihet ashtu, sepse ka pasur mundësi që të ndryshoj nëse nuk i ka pëlqyer diçka, por gjithsesi është një zgjedhje shumë e mirë që në Eurovision po përveç këngës, pra po komentohen edhe po pëlqejnë edhe këto detaje të cilat gjithmonë në Eurovision vrehen dhe nga ndjekësit e rregullt të Eurovisionit. Në fakt në rrjetet sociale, Beatrice është komentuar edhe për Shamin që ka pasur në konferencën për media. Erdi, besoj e ke parë, a ka qenë ajo Shamia, themi kështu, simbolik e grave të malësisë, nga që vazhdimisht i shohim që janë me atë Shamin në kokë. Nuk e di nëse Beatrice është pjesë e asaj ane.
Shkodra elektronike kanë treguar një fakt shumë të rëndësishëm besoj për publikun shqiptar, për ata bashkaja të moderne dhe ata tradicionale. Në veshjen që e pam Beatricën që ishte në preskonferencë, ku jam edhe unë tani, do të thënë ishte në këtë preskonferencë, ajo e bashkoi tradicionalen me modernen dhe me shamin e saj, ajo tregoi edhe kulturën, edhe trashëgimin ton, edhe një stil të re, le të themi, që mund të pëlqejë edhe nga publiku i gjerë në këtë rast. Dhe po, është shumë herë është pëlqyer veshja e Beas, është pëlqyer edhe veshja e saj në skenë, kurse për lëvizje që mund të jetë, sapo biseduat edhe jo, unë ndjene prova e pash që Bea nuk ishte ndonjë pengim në veshjen e saj, por ndoshta ajo thjesht ka një frikë se mos ndoshta të ndodhë diçka me veshjen e saj, por në gjithë performancën e saj ajo tregoi shumë lehtë vallëzimet e saj, ecja ishte shumë e lehtë, pra nuk ishte asnjë problem lidhur me veshjen ose veshjet e saj paraprake. Cili është vlerësimi i gazetarëve nga vendet e tjera, të cilat po marrin pjesë në Eurovision sa i përket performancës së Shqipërisë, sa i përket këngës përfaqësuese në Shqipëri? Performanca është pëlqyer nga gazetarët e fansat e Huajit, siç thash edhe më herët. Elementet e saj janë pëlqyer shumë, sidomos elementi i Rozofatit, kalas Rozofatit dhe legjendës Rozofatit që është përdorur edhe në veshje të Beas, edhe në skenë në disa mënyra, është pëlqyer shumë madje. Ka pas shumë edhe të interesuar lidhur me këtë legjendë, lidhur me qytetin e Shkodrës që kanë bërë pyetje se ku duhet shkojnë në Shkodër, çka duhet të vizitojnë ose shtetet që duhet shkojnë, do më thanë në Shqipëri ku duhet shkojnë. Pra, Shkodra elektronike përveç se përfaqëson një temi këngën shqiptare, muzikën shqiptare, por përfaqëson njëjtën kohë edhe kulturën, edhe traditën, edhe vendin, edhe vendet tona historike. Pra ka bërë një, le të themi, marketing shumë të mirë. Dhe po, nga fansat është pëlqyer çdo gjë deri më tani, thjesht mbetet siç thash. Kam pas shumë kolegë që kanë thënë që duan që Shqipëria ta fitojë, dhe unë thjesht i kam thënë, ok, shumë mirë, nëse dënë Shqipëria të fitojë, ju lutem votoni dhe mund ta fitojë. Kush janë themi këngët favorite në bazë të asaj çka po shën nga afër atje në Eurovision, në Basel? Kush konsiderohen themi këngët të cilat kanë më së shumti potencial për të shpallur fitues? Deri më tani dy këngë që dalin në pa janë Suedia dhe Austria, së bashku, do të thënë me Shqipërinë që janë në zonën e nxehtë. Përveç asaj, dje mbas provave kishim edhe një rritje në Zvicër, që është pëlqyer shumë performanca e saj skenike. Do të thënë këto janë, le të themi, shtete që le të themi po fliten, po gjithsesi është një vit shumë i paparashikueshëm, sepse ka këngë shumë zhanreve të ndryshme, këngë që mund të pëlqejë publiku dhe jo juria, këngë që mund të pëlqejë juria dhe jo publiku. Pra do të kemi një garë të fortë, le të themi, mes këngëve. Dallimi nuk do të jetë shumë i madh. Erdi, ndoshta kjo një pyetje edhe për ty, edhe për Alibertin, a na favorizon neve Zvicra në kuptimin që mbahet Eurovisioni në Zvicër dhe ka shumë shqiptar, ndoshta është komuniteti më i madh atje i shqiptarëve, dhe kjo na favorizon ndoshta që Shkodra elektronike të shkojë më lart. Sigurisht që ndikon edhe kjo, varet edhe prej shteteve me të cilat Shqipëria është sonte në gjysmëfinale. Fatmirësisht Zvicra është direkt në finale për shkak se organizon Eurovisionin, por që do të votoj në gjysmëfinalen e sotme. Besoj që e the edhe ti që ka shumë shqiptar, ka jo vetëm në Zvicër, po sot do të votoj edhe Italia dhe shtetet ku zakonisht diaspora jonë është shumë e madhe. Dhe me këtë rast kësha shfrytzuar rastin që ti bëj thirrje diasporës sonë që sonte ta mbështes Shkodrën elektronike me votë, për shkak se është shumë e rëndësishme vota nga shtetet e cilat marrin pjesë. Sigurisht që mund votohet edhe nga Kosova dhe shtetet e tjera që janë pjesëmarrëse në mënyrë online, por pesha e votës mes në shtetet ku ka pjesëmarrje, do me thonë është shumë e vlefshme se sa vota jonë që mund ta japim edhe nga Kosova. A kemi dëshmuar një si popull, flasim edhe për diasporën, që këtë entuziazmin që e kemi sa i përket Eurovisionit edhe përfaqësimin e Shqipërisë atje, ta përkthejmë në votë? A mund të përkthehet kjo në votë, apo
Praktika deri tani kanë treguar të kundërta. Po ndoshta që përdor Beatrice mund të ndikojnë ndoshta në afërsinë. Ndoshta ne e përmendëm herët që këtë vit është jashtëzakonisht shumë unike dhe ka elemente shumë shqiptare. Diaspora jonë e dim sa është e lidhur me këto gjëra dhe besoj që do ta ketë një mbështetje goxha të madhe kënga e këtij viti. Ne nuk mund ta fajsojmë diasporën gjithmonë kur Shqipëria nuk ka në finale absolut, por sepse ajo varet edhe nga kënga që Shqipëria dërgon. Është thelbësore që ne kemi këngë të mirë dhe pastaj do të merr votën normalisht edhe të diasporës, po edhe të evropianëve, sepse ne kemi parë që Shkodra elektronike është duke u radhitur shumë mirë në për sondazhet dhe në për bastet e Eurovisionit, që do të thotë që pëlqejet jo vetëm nga shqiptarët, po edhe nga një publik i gjerë. Kjo është e rëndësishme sepse nuk votojnë vetëm shqiptarët në këtë Eurovision. Në fakt, në memorien time prej kur shoh Eurovisionin del që këngëtarët që vinë nga veriu i Shqipërisë, respektivisht edhe Kosova, duket që kanë më shumë... Kjo po e po! Jo, kanë këngë që ndoshta janë më të pëlqyeshme dhe kanë shkuar më lart në Eurovision. A mund të ketë fatin ndoshta të Ronald Nishliut edhe Shkodra elektronike, ose të Anjezës? Unë do doja shumë që Shkodra elektronike ta fitonte këtë garë, po është shumë e vështirë sepse gara është jashtëzakonisht e madhe, ka shtete të cilat kanë investuar jashtëzakonisht shumë në paraqitje. Jam pak skeptik nëse do ta kaloj Rona Nishliun, por mendoj që do të jetë këtë vit në top 10, që Shqipëria prej Eugen Bushpepës në vitin 2018 nuk është që ka qenë në top 10, kështu që besoj që do ta ketë një rezultat të mirë. Erdi, sipas teje, do ta kaloj Rona Nishliun? Shpresojmë që po, sepse në krahasim me vitin e Ronës, viti i Ronës ka qenë një vit shumë i fortë, viti 2012, kurse këtë vit, edhe pse më thënë është ndryshe, zhanret kanë ndryshuar, çdo gjë ka ndryshuar dhe muzikë, këtë vit është ndoshta pak më e lehtë në krahasim me vitet e kaluara, lidhemi në cilësinë e këngëve. Kështu që shpresat janë që Shqipëria të jetë definitivisht në top 5. Unë personalisht diçka më poshtë se top 5. Personalisht nuk e pranoj si një rezultat të mirë, sepse unë jo, sepse po bazona të ajo që po ndëgjoj tek koncertet. Sa janë gjasat që ne të radhitemi në top 5. Prandaj po them, duke bazuar te fansat e huaj dhe te gazetarët e huaj. Pra, nëse po mundona mu largu nga i syri nacional, syri kombëtar, që me pa me mënyrë më të mirë, se dje, do më thënë e pa shumë pas provave, shumë njerëz më afruan, do më thënë, është koha e Shqipërisë, pra kjo nuk është një rastësi, do më thënë kjo tregon që Shqipëria definitivisht do të merr një rezultat të mirë, pra. Erdi, po më intereson me ditë sa sheh për krajet që Ministria e Kulturës respektivisht Shteti i Shqipërisë ka bërë për Shkodrën elektronike. Sa ka investim që kjo këngë të shkojë tutje? Këtë vit kemi pas një rritje në buxhetin e televizionit shqiptar për Eurovision, po përveç televizionit shqiptar gjithashtu kemi pas edhe mbështetje nga Ministria e Kulturës në Shqipëri, po gjithashtu edhe nga Bashkia e Shkodrës. Ka pas një mbështetje, një rritje në mbështetjen le të themi, po gjithsesi në krahasim me shtetet e tjera, buxheti i Shqipërisë dhe gjithë ajo që investon le të themi për Eurovision në krahasim me shtetet e tjera është vërtet ende e ulët. Që shpresojmë që në vitet e ardhshme të rritet madje edhe më shumë. Menaxheri i Shkodrës elektronike dje gjatë ditës ka dhënë një deklaratë për mediat për kolegët ta nga Shqipëria, ku ka bërë të ditur që buxheti është 160.000 euro mos gabosha, edhe që buxheti ka mbetur i njëjtë nga viti i kaluar, por ai deklaroi që këtë buxhet nuk është që kanë shpenzuar të tërin. Po, a janë 160.000 euro të mjaftueshme për Zvicrën në një kompeticion kaq të madh si Eurosong? Sigurisht që nuk janë, për shkak se e përmenda më herët që Eurovisioni është një kompeticion i kushtueshëm, shtetet investojnë miliona për skenën. Unë e kam dëgjuar deklaratën e Olsit, po nuk besoj që ndoshta Shqipëria e ka të shoja një buxhet të tillë, por me atë sa dim nga përfaqësuesit
viteve të kaluara me të cilët kemi pasur biseda, ata janë ankuar shumë për mungesë të mbështetjes financare, shpeshherë ata vetë i kanë mbuluar disa prej shpenzimeve. Kujtojmë të Ronela Hajatin, e cila pa deklaruar publikisht që shumicën e shpenzimeve i ka mbuluar vetë, sepse buxheti ka qenë pa mjaftuar. Ka pasur shumë aludime, shkrime në kohën kur fitoi Shkodra Elektronike, që nuk është një band i cili ka të ardhura shumë të mëdha financiare krahasu ndoshta me Ronelën, e cila njihet ose me besën se të njihen si këngëtarë të cilat edhe mbajnë koncerte jashtë Shqipërisë, mbajnë koncerte në Kosovë. Jo që Shkodra Elektronike nuk mban mirë, po niveli i tyre ndoshta ka qenë më i madh. Po kjo nuk duhet të lihet në dur këngëtarëve përfaqësues, sepse ata nuk shkojnë për vete atje, ata përfaqësojnë Shqipërinë, përfaqësojnë kombin, kështu që edhe shteti duhet t'i mbështesë. Unë nuk e di nëse nëna e Beatrices po i bën fal ato veshje. Nuk do duhej në fakt. Ndryshe veshjet e Beatrices janë komentuar shumë edhe për faktin që bëhen nga nëna e saj, por kur jemi tek financat, kujtojmë edhe një herë RTS-n ku ka marrë pjesë edhe Elvana Gjata, edhe një prej arsyeve ku është menduar që Elvana mund të fitoj këtë garë, ka qenë për shkak se Elvana mund t'i mbuloj shumë shpenzime vetë dhe mund të na ofrojë një performancë. Po kjo nuk është në fakt as pak e drejtë. Nëse Beatrice sot po komentohet për veshjet dhe po përfaqësohet me veshjet, është falë në anës së saj, dhe nëse mundi saj nuk paguhet, më falni, por nuk jam aq për atar puna, po jo erdhi. Se po shoh që po qesh. Unë besoj se një buxhet është ndarë edhe për të amën e BEA-s në këtë rast. Besoj, po gjithsesi do ta bëj një ulëmtim dhe do të kontaktoj me BEA. 160.000 euro nuk kanë arritur që të harxhohen. Veshjet janë sa më e kushtueshme. Po e di që pjesën e kostumit që janë përdor në veshjen e BEA-s kanë ardhur specifik me porosi nga disa vende nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Franca, mos gabofsha. Pra është investuar në veshje, po tash e ama përdor për shëndisja, është pagu diçka, personalisht nuk e di, po do ta ulëmtoj. Por ndryshe Shkodra Elektronike e ka gjenë mbështetje edhe në Kosovë, në ndërkohë që Shkodra Elektronike ekskluzivisht për Dugaxhinin, për televizion Dugaxhinin ka bërë të ditur që në qershor do të performojë në Prishtinë. Ka tjetër që unë kam e qenë aty, kam ndëgjuar për herë të parë para 3 viteve, nëse nuk ka bëjnë në një prej lokaleve në Prishtinë, edhe që më patën lënë shumë për shtypje, nga që ishte këngë e përpunuar në formën e tyre. Ishte këngë shqipe përpunuar në formën e tyre, diçka që nuk e kisha dëgjuar më herët. Është qatë herë më kanë marrë zemrën për herë të parë, dhe kur e kam parë, e kam njoftë. Falenderojm shumë i mirë i Shkodrës Elektronike për fansat në Kosovë, kur thash që në emisionin Krejt Debat ka bërë të ditur që do t'jetë së shpejti, në muajin qershor do t'jetë në Prishtinë. Kur e kemi takuar në festival, pasi fitoja e na tregoi që në Kosovë ka shumë fansa dhe performon shpesh. Në fakt, për mua ishte hera e parë në festival për Shkodrën Elektronike që dëgjova. Ndoshta muzika e tyre elektronike dhe kjo përzierja e zhanreve folk apo kështu ta themi tradicionale i bën shumë të veçantë, kështu që presim që kjo të shpërblehet me sukses në Eurovision. Para festivalit të RTS-s, Shkodra Elektronike realisht ka pas disa performanca në Prizren, në kuadër të disa festivaleve ku përzihet muzika folk me atë moderne, elektro edhe zhanre tjera, kështu që shumë mirë që Shkodra Elektronike e sheh si opsion, ose e ka pas gjithmonë derën e hapur edhe në Kosovë. Unë besoj që do të hapen dyrë ndoshta edhe për një treg ndërkombëtar të Shkodrës Merç apo shihet që po pëlqejet, pse jo të ketë edhe një vrull kështu ndërkombëtar të tyre, meqense e meritojnë sepse janë, siç e thash në fillim, janë shumë unik si grup dhe mënyra se si ata kanë zgjedhur të bëjnë muzikë është jashtëzakonisht e veçantë. Patjetër, Albert, faleminderit shumë që na u bashkove sot. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, urojmë që do të kemi prapë këto ditë në një lidhje tjetër sa i përket performancës së Shkodra Elektronike, edhe nga finalja. Shpresojmë edhe në 2 lidhje tjera, njëra para finales dhe njëra pas fitores të Shkodrës Elektronike. Faleminderit shumë. Kemi arritur në fund të kësaj pjesë të rreth rrotull, edhe gradualisht në fund të emisionit.